edhe rajoni i Ballkanit do të jetë i diktuar nga këto fuqi pra. Dhe këto janë aleatët e Shqipërisë. Amerika, Gjermania, Turqia, Italia. Këta janë 4 që ku ne mbrapa Gjermanisë pastaj Austria që është në lojë. Këto janë ato ekuilibrat që luajnë. Nëse ne nuk i kuptojmë këto ekuilibra, ne humbasim kokën brenda. Prandaj, ne duhet të kuptojmë mirë se si po lëvizin pllakat tektonike në botë. Nëse doni të kuptoni gjeopolitik, mos u merrni me tifozlik, mos u merrni me budallet dhe mos u merrni me sharlatanët. Se jo çdo kush që del me fol për raketa dhe për sisteme e kupton se çfarë do të thotë kjo lojë. Loja është shumë e komplikuar se kaq. Prandaj Shqipëria dhe shqiptarët nuk kërkohet prej tyre sot në këto ditë që të bëjnë moral. Shqipëria dhe shqiptarët do shohin ku kanë interesin e tyre. Kaq pikë. Nuk funksionon me moral kjo lojë, nuk është lojë morale. A dini pse? Sepse askush nuk ka moral në këtë. Askush. Dhe kur them askush do të thotë zero kush, asnjë nuk ka moral në këtë lojë. Dhe në i dalsh në shteg dikujt, gjakun kanë me ta pi. O i dolen shteg dikujt dhe nuk e ke mendjen, gjakun kanë me ta pi. Dhe nuk e merr vesh se ku të përfundon. Kockat nuk i merr vesh se ku të përfundojnë kockat. Prandaj, sot e kemi me detyrim dhe me përcaktim të punojmë fort dhe të kuptojmë si janë interesat e Shqipërisë. Çamëria po rrshket nga durët, keqen vllai. Çamëria është jashtë, e shpjegova dje. Greqia ka filluar të shes pronat e çamëve ortodoks në Greqi.